Pas një vere të zgjatur me temperatura të larta, ndryshimi i motit është ndjerë menjëherë në Shkodër. Vjeshta ka ardhur papritur, duke sjellë freski, rreshje dhe atmosferën karakteristike të saj. Por si e kanë pritur shkodranët këtë ndërrim stine dhe çfarë ndjesish u përcjell Vjeshta këtë vit? Ndryshimi i temperaturave ndikon edhe unë shoh që kemi një periudhë që gati kalojmë nga vera në dimër, nga dimri në verë, pra nga krahët e shkurt direkt në gjupa ose në bluza, në gjakoventa. Stina ka ndikimin në ritmin e vet stinor, nuk është se ka ndonjë gjatë specifike, ndonjë gjatë veçantë. Nuk e pritshim se po hin një ashtu fill, po mirë është Vjeshta, me kanë me majt vjesht, po nuk ato majt vjesht hiç se po fillon dimën. Ardhi kjo po pritet pa kujtu, por pak herët këtë ftofti ditëtori, na jena mësu me me mangë shkurta në fillim tetori, po inshallah po ik. Përgjithësi unë jam për verë edhe për xet me fjalë. Nuk me kon fort keq jo. Pak si pa përgatitur kështu. Po mirë, jam përshtatur. Po negativisht e ju kthim e Vjeshtës përgjithësi apo? Jo, pak melankolike, po jo. Nena ka gjithë shumë mirë, shkodranët jena gjithmonë njësoj. Edhe pse erdhi me shi e temperatura më të ulta, për disa Vjeshta mbetet stina qetësisë dhe ngjyrave. Midis nostalgjisë dhe përditshmërisë, shkodranët thonë se çdo stin ka bukurinë e vet dhe Vjeshta sjell atë ndjesi të veçantë melankolie që jep qytetit qetësi dhe bukuri.